Ti vetëm me diturit, mirëfillt, mund është t'jesh elitar në të gjitha pozitat shoqërore. Populli shqiptar në momentet më të vështira të historisë së vet ka dhënë koka të mëdha. E si mos mundet sot, për shembull shekulli 21, që me gjitha domethënë konstatimet jemi në gjendje shumë më të mirë dhe më të favorshme se kemi qenë të kaluarën. S'paku qeverisin për njerëzve tonë. Më e pakta. Më e pakta, do thotë. Si ka mundësi sot na mos më ofru asnjë kokë me peshë ndërkombëtare? Kjo tregon se diçka është problematike. Ose ata që përgjithësin si elitë nuk e meritojnë atë pozitë, ose domethënë ky popull ka ndryshuar. Realisht nuk mundet një popull të ndryshon aq shumë sa që me shekuj ku ka dhënë koka të mëdha ndërkombëtare sot mos më mund të dhënë asnjë kokë. Po tregon se kjo elitë e ka uzurpu këtë popull, edhe për momentin është duke e përdorur vetëm si makineri votimi. Edhe e kanë shëndruar tamam si ajo teoria domethënë e Greqisë së vjetër filozofike, qenie politike. Po pra, po ka rrugë zgjidhje? Sigurisht. Çfarë ofron historia si shembull, si ashtu ka rrugë zgjidhje kjo gjë me gjendën gjithsesi? Okej, është bërë ky rrethim psiqik, por a ka zgjidhje? Gjithsesi. Ekzistojnë skema? Patjetër, shoqëria do thotë e para duhet pajiset me dituri. Ademi, alayhis salam, njeriu i parë, kur dashi Zoti tregon pse e ka dalluar njeriu në parë për krijesave të tjera, u tregoi sepse ai i dinte gjëra që nuk i dinin as me laçet as krijesa të tjera. Mirë po, ajo që ndodh si amulli është zakonisht kur shoqërisë i imponohet një elitë e tillë, që nuk ka dalë nga gjiri i vetë shoqërisë, ajo domon e sjell shoqërinë në atë stadium që ajo të mendon se është e paaftë për ta korrigjuar këtë pushtet ose është e paaftë për t'i ofruar alternativë. Realisht nuk është e vërtetë. Çdo individ shoqërinë tonë, le ta supozojmë se gjendja është në nivelet më kritike të mundshme të paraqitjes së elitës, qoftë ajo e pushtetit, e akademisë, e medias e kështu me radhë. E biznesit. Këta janë katër strukturat që imponojnë elitarizmin, domthonë pushteti, media, akademia dhe biznesi. Zatën një njeri sot i thjesht, i rëndomt, nëse dëshiron të jetë elitare, do të mundohet në këto katër branche të jetë i dalluar. Nëse arrin postet të larta në njërin prej këtyre katër brancheve, ai mendon se është elitar. Mirë, kjo nuk është e vërtetë. E vërteta e vetme që ti mund të bësh elitar është dituria. Ti vetëm me diturit, mirëfillt, mund është të jesh elitar në të gjitha pozitat shoqërore.